Rritja e çmimit të naftës po rëndon ndjeshëm fermerët dhe traktoristët në zonën e Sheqerasit në juglindje të vendit, në një moment kyç për bujqësinë, atë të punimeve pranverore. Ata shprehen se kostot janë bërë të papërballueshme, ndërsa çmimet e produkteve bujqësore mbeten të ulta, duke i çuar drejt falimentimit. Fermeri Tomor Prenjasi thotë se situata është bërë pa justifikueshme ekonomikisht, pasi shpenzimet për naftë nuk përputhen me të ardhurat nga shitja e prodhimeve. Ai shprehet se me këto kushte, fermerët ndihen të braktisur dhe pa zgjidhje, duke paralajmëruar se shumë prej tyre mund të detyrohen të largohen nga vendi dhe të heqin dorë nga bujqësia. Shumë mirë, të rritet më shumë. Jo me kaq ne jemi të kënaqur. Të vej me 5.000 lekë moj. Ajo është çest. Të ngordhë fare, tikëm për Shqipëri. S'ka me, qa do bëjmë? Të vdekur jemi. Fare. Ti shesim këto që me kombanja, me fadroma, qa kemi me makina dhe s'ka. Gruris shitet, Elvis shitet, që do bëjmë neve? Urrit dhe çmimi naftës? Po çmimi e shumë pak, unë e dua me 5, të vej tërë, ta shikoj mirë. Një lloj është me, një lloj është. Ju çfarë po bëni me mjetet tuaja? Qa do bëjmë rrime tash? Nuk e keni nxjerrë. Ku do dalëm tash? Kush me atë çmim nuk ja leverdis fare? Sa do ta shes grurin unë me 300 lekë do ta shes? Ta marr naftin unë me 4.000 lekë, ose 2.000 lekë sa është tani dhe ta shes me 300 lekë grurin. Qa bëhet kështu? Ka shtet apo s'ka shtet kështu? Asnjëherë nuk vete në punë sepse nuk kanë leka. Njerëzit të marrin nitratin, të marrin naftin, por që nga nafti fillojnë, çdo gjë fillon me naftin. Çdo gjë fillon me naftin. Ta ngeli tani vetëm tikën, se s'kemi çfarë të bëjmë. Çdo gjë këta oligarkët, këta e zaptuan çdo gjë, tokat i zaptuan këtë. Plerat rritet, nafta rritet, çfarë do bëjmë? Do vdesim fare, ja do vdesim nga dojk. Ndërkohë, fermeri Ilirian Limka thotë se mungesa e mbështetjes nga shteti e ka përkeqësuar më tej situatën. Ai thekson se bujqësia është i vetmi burim të ardhurash për familjen e tij dhe për shumë të tjerë në zonë, por aktualisht nuk arrin të përballojnë as shpenzimet minimale për të vijuar punën. Nuk vëmë në punë. Çfarë të bëjmë? Të ndrojmë lekët me dashmë shatarë, dashë për veten tonë. Edhe për veten tonë nuk na del. Është shtrëngimi i naftës? Unë atë mbaj buk me të. Është i vetmi burim i ardhur në familje? Këtë të ardhura kam, as pension, as gjë për gjëja. Qeveria di, dhe të aver dorë në zemë. Kemi fëmijë të vegjël me probleme. Ndjeheni pa mbështetje? Po, 100%. Na kanë hedhur këtu ku kemi rënë. Nuk di çfarë të them. Shpresoj fare një, nuk diskutoj. Si dëgjojmë ne që do shëntohet akoma, ku do vëmë? Ku do vëmë ta bëjnë në 10.000 lekë, sa ka bënë. Dorim shi. Ka edhe shtrejtim të plerave kimike, por ato gati 2 fishi. 2 fishi. Gati 2 fishi. Edhe ata pak prodhim që kemi bërë këtu, vjen jeni ta marr. Vjen thjesht ta vërdon në zemë, të bëj si bën tërë Evropa, tërë Ballkani. I vazhën aty shkandash Italia, ndash ja kujtemi këta këtu komshinj kemi. Edhe këtu ju kanë dhënë lekë. Edhe nuk e ndin naftën ata. Aty është 1.200 nafta, këtu është 2.200. E sa do vej? Fermeri Mirdash Ocka thotë se kostot e larta të naftës kanë bërë që përdorimi i mjeteve bujqësore të mos ketë më asnjë leverdi. Ai tregon se edhe kur punon, të ardhurat shkojnë të gjitha për karburant, duke mos lër asnjë fitim, ndërsa shton se po mendon të rikthehet tek metodat tradicionale të punimit të tokës. Asgjë s'bëhet, ja. Bie olla unë vetëm një 2 baça. As për të marrë leka fare hiç. Tëra ky jemi me 2.100 lekë. Ai që bujqësia ja shumë atë s'ke leverdi fare, edhe mitin tem që s'ke fare leverdi. I e vajta unë një 2 shok, kishin ca backa, të 2 ata që vajta lek zetorit jalla, as ngeli për në gjep fare. Keni menduar të mos e nxjerrni fare? Po çfarë bësh? Kam kali me ata të punoj prapë. Do i riktheheni metodave të vjetra? Kam kali në shtëpi, ai kam aty, kam 6 lop. Dhe një mëshqirë. Po. Doja shumë me kalin, që më këtë s'ke leverdi fare. Në të njëjtën linjë, fermeri Demir Zholani thotë se situata është edhe më e vështirë për shkak të sezonit të mbjelljeve pranverore, kur nevojat për punë dhe inpute bujqësore janë më të larta. Sipas tij, rritja e çmimeve të farave, plehrave kimike dhe naftës po i vendos fermerët përballë vështirësive serioze. Po tani se fushat, tani do punosh se s'bën. Shteti tani qeveria do mendoj momentin më të vështirë që është fushata tani e mbjelljeve.
pranverës. Gjitha produktet e rritur, do rritet fara, do rritet plera, do rritet plerat e rritur. Me sa i merrni sot për shembull plerat kimike? Plerat kimike tani ureja vajti 60 e ca. Edhe 50 e ca vajti nitrati. Tani e sapet s'janë bergjër tani, po që shumë me dëmton. Metodës vite që të t'i kthejsh tani me kasëm të punojmë dhe tani. S'punohen, por nuk punohen tani agregatet reja të marish, punosh me kalët edhe me qetë tani. Fermerët dhe traktoristët e Juglindjes kërkojnë ndërhyrje urgjente nga qeveria për të ulur kostot dhe për të mbështetur bujqësinë, duke paralajmëruar se nëse situata vijon kështu, shumë prej tyre do të braktisin tokat dhe do të largohen nga vendi. Në qarkun e Korçës, sipas të dhënave zyrtare, evidentohen mbi 4814 mjete bujqësore, ku përfshihen traktorat e makinat mbjellëse, ndesa pjesa më e madhe e tyre punojnë në fushën e Maliqit.